pas atyre zgjedhjeve, po ti turbin se nje. Dhe ndërkohë që sa i përket gjithë të zezave që thua për vendin, ti këtë gjë e ke bërë prej ditës parë. Në 97 dole dhe the u vodhën zgjedhjet. Në 2001 dole dhe the u vodhën zgjedhjet. Në 2013 ishe kryeministër në detyrë dhe the të vodhën zgjedhjet. Dhe me vit pas vitit njëjtën gjë. Dhe kush e bën këtë? Një njeri ndaj të cilit rëndojnë të gjitha djallëzit më të mëdha të shkaktuara ndaj këtij vendi. Që nga bashkëpunimi me Slobodan Miloševićin për ta furnizuar makinerinë e tij luftarake me naftë, dhe kujtoj këtu një deklaratë të presidentit Thaçi, i cili tha se marrëveshja Berisha-Milošević solli Arkanin në Shqipëri dhe kompania shqiponja e Partisë Demokratike thyu embargon në pronësitë PD-s. Më pas përndoqje ushtar të UÇK-s, ish komandantin Thaçi, Zahir Pajazitin, apo edhe akuza për vrasjen e ushtarit të UÇK-s Ilir Konushevci. Dhe më pas vjen dhe ky financieri këtu, vjen financieri kur ja ku e ke Tritanin, e ka thënë me zë dhe me figurë Tritani se unë dhe kryeministri Meksi i tham Berishës që Sudja nuk çon parat në bank. E ke me zë dhe me figurë. Dhe Berisha na tha, mos u shqetësoni. Sudja është në kontroll të plot të shikut, parat në fund u zhdukën. Ku u zhdukën parat? Dhe pastaj hapet depot ushtarake dhe më pas edhe deklarimi i dy pilotëve Ardian Elezi dhe Agron Dajqi, të cilët në 3 mars 1997 kur ti këtu po zgjidheshe president, kishe dhënë urdhër për të bombarduar jugun. Ky je ti. Dhe që prej asaj momenti ti ndoqe këtë strategji. Strategjia jote ishte bëj pis kundërshtarin. Akuzoje kundërshtarin për narkotrafik, për vrasje. Mban mend ç'i ke thënë Ilir Metës këtu? Ngre kokën. Mbaj mend ç'i ke thënë Ilir Metës? Ilir Metës i ke thënë kriminal. Ilir Metën e ka akuzuar për vjedhjen e Floririt. Ilir Metën e ka akuzuar për vrasje. Dhe erdhi dita që në 2025 ti Ilir Metën e vure kandidat për deputet. Ti, me firmën tate. Që e ke thënë gjitha këto? Hoqe dashsulën edhe vure Ilir Metën. E pra, jo, për kush është Pacip? Pacipi e ti më Pacip, se qa s'ke thënë ti për Saliu. Tani, sa i përket të tjereve, u the këtu, u turre këtu, kundër drejtësisë. E njëjta gjë, po ju s'keni memorie. Të njëjtën gjë. E mban mend që ke thënë Maks Haxhis. Çoj kokën. E vure Maks Haxhin krye prokuror të vendit, kur nuk zbatoi urdhrat e tua, ju turre me libër shtëpie. Po Arben Rakipit, po Dhori Sollakut, po Ina Ramës, po Arben Krajës, po Olsi Çelës, po Altin Dumanit sot, po Zev Brozit. Gjithë. Ti kë ke kundërshtar, po është kundërshtar, ky është Maduro, ky është narkotrafikant, ky është i lidhur me këtë, ky është i lidhur me këtë. Tani keni disa ditë që bëni konferenca për shtyp. A bëni konferenca për shtyp, a del aty thot Top News, Fox News, Top Channel, dakord. Ore zotëri, merri gjitha këto që nxjerr dhe çojnë prokurori. Është vepër penale. Edhe mos kallëzimi i krimit është vepër penale. Si ka mundësi që kanë mbaruar zgjedhjet 1 muaj e gjys, ju s'bëni një kallëzim? Sepse e dini fare mirë që asgjë nuk qëndron. Dhe qershia mbi tort ishte vota diasporës. Se doli njëri këtu që bën konspektin ose referatin e fjalimeve të udhëheqësit para disa ditësh dhe tha, vendosëm tha GPS-in tha, te fleta e votimit tha, dhe na tregon GPS-i tha, që kanë ngelur fletë e votimit në Londër tha, ndërkohë që këtu janë numëruar.
Dil pra thuaj edhe një herë këtë dhe pastaj shko thuaj atje. Po pra dil. Sepse gënjeshtra aty ku e ka vendin. Gënjeshtra i ka këmbë të shkurtra. Ju për ne